Nëntori është i shenjtë për shqiptarët dhe këtë mesazh e ka përcjellë në mënyrë të denjë edhe Shkolla e Mesme Teknike Komunale në Gostivar, e cila ka shënuar ditën e alfabetit dhe ditën e flamurit me një program të pasur kulturor e artistik. Aktiviteti u hap me intonimin e himnit kombëtar, duke i dhënë fillim solemn programit. Në këtë manifestim morën pjesë nxënës dhe mësimdhënës të shkollës, ndërsa drejtori Besir Saliu falenderoi të gjithë të angazhuarit në organizimin e programit, duke theksuar se këto festa janë amanet që gjeneratat e reja duhet t'i ruajnë me përkushtim. Së pari shfrytëzoj rastin të gjithë shqiptarëve të uroj festat kombëtare, festat e nëntorit, që për ne kanë një vlerë të madhe historike dhe kombëtare, festa që festohen çdo vit edhe në shkollën tonë. Kontributi i pakontestueshëm të mësimdhënësve, aktiveve profesionale dhe nënëve përgjithshme, sidomos për datat historike dhe manifestime që i kemi në këtë shkollë. Jam shumë falënderues dhe ndjem krenar me mësimdhënësit që kam dhe nxënësit që kam brenda, ndaj kjo festë pikërisht kushtohet edhe nxënësve edhe mësimdhënësve edhe gjithë shqiptarëve kudo që gjenden. Urime dhe gëzuar festat e nëntorit. Drejtori Saliu vuri theksin tek rëndësia e gjuhës dhe flamurit si simbole përmes të cilëve shqiptarët ruajnë identitetin kombëtar, ndërsa kjo, ashtu ai, më së miri ruhen nga brezat e rinj. Kjo është shekulli jonë, shekulli i brezave të ardhshëm, shekulli i perspektivës, shekulli i çështjeve dhe vlerave kombëtare. Besoj dhe shpresoj se edhe brezat e ardhshëm do t'i festojnë festet e tilla, do t'i ndjejnë me emocione dhe krenari festat kombëtare. Janë festa amanet, janë festat të cilët dikush për këto festa ka dhënë kontributin e vetë të pakontestueshëm historik, ndaj secila gjenerat në mënyrë sistematike dhe permanente duhet t'i festojë festat kombëtare, se janë festa madhështore dhe festat e shpirtit dhe fitoret e mëdha historike të kombit tonë. Profesoresha e gjuhës dhe letërsisë shqipe Zymbyla Ali nënvizoi se këto aktivitete kanë për qëllim të kultivojnë dashurinë për kulturën dhe traditat tona tek nxënësit. Si që shihni edhe vetë, shkolla jonë ka ambient festiv, dhe më thonë festat e nëntorit janë një diçka shumë me vlerë për kombin tonë, sepse ato tregojnë identitetin tonë kombëtar. Në shkollën tonë kemi përgatitur, do më thonë, një program shumë të begatshëm, të përgatitur nga nxënësit tonë me pjesë historike, do më thonë, me punime si që shihni vetë nga duart e nxënësve. Dhe rolin kryesor, do më thënë, e kanë luajtur nxënësit, kanë dhënë punën me shumë kreativitet dhe faktikisht kjo është një punë që duhet të përcillet edhe brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, duke dhënë edhe duke u njohur me trashëgimin tonë kulturore. Faktikisht unë desha të jap një mesazh apo një apel edhe nxënësve edhe prindërve që kjo ditë, do më thënë, të ruhet dhe gjuha të ruhet, të kultivohet dhe të ngrejmë sa më lartë identitetin tonë kombëtar apo vlerat tona kombëtare. Programi i përgatitur nga nxënësit me mbështetjen e mësimdhënësve përfshinte monologe, recitale kushtuar festave të nëntorit, si dhe këngë e madhe shqiptare, të cilat u pritën me duart rokitje nga të pranishmit. Ismail Qemali me mjekrën e varë si bora e Vlorës, ngriti flamurin me duar që tridheshin nga emocionet, por me shpirë që digje si zjarë në stuhin e kohës. Aty mes popullit që triste rroft të Shqipëria, liria mori frymë për herë të parë. Dhe që atë herë, çdo breze mban këtë frymë si amanet. Donë të ati e zeznan, pse ti vetullat shpesh po mi vranë, pse shka më me buzës të qeshit, e në argëtim me zemrës të ndeshet. Po nuk është gjau i nanë, s'është gjau, por po të them se askot s'jam pra, diçka vlon këtë qerë dhe zanash, vlon dashni si pia nanash. Shkolla ishte zbukuruar në kas për festën me ngjyrat kuqezi dhe simbole kombëtare, duke krijuar një atmosferë festive në një kënd të dedikuar ku performuan nxënësit. Ky organizim kulmoi përkushtimin e shkollës për të ruajtur dhe promovuar vlerat kombëtare tek brezat e rinj.